Nga Kapshtica dhe deri në Qafthan janë më shumë se 350 kryqëzime dhe degëzime. 6 prej tyre edhe për policinë konsiderohen si njolla të zeza për shkak të numrit të lartë të aksidenteve. Njëri prej tyre është edhe kryqëzimi ku ne ndodhemi sot, ai i Belortas, ku vetëm një ditë më parë një person humbi jetën për shkak të një aksidenti rrugor. Aksi rrugor Korçë-Kapshtic kalon përmes fshatit Belorta, i cili në total ka rreth 250 familje. 70 prej tyre banojnë në pjesën e poshtme të aksit nacional dhe familjet e tjera në pjesën e sipërme. Çdo ditë fëmijët e familjeve që banojnë poshtë rrugës janë të detyruar të rrezikojnë jetën duke kaluar përmes aksit nacional, pasi shkolla ndodhet në pjesën e sipërme të fshatit. Në këtë vend nuk ka asnjë nënkalim apo mbikalim dhe e vetmja mundësi për të kaluar rrugën është të vraposh duke shpresuar se makina nuk do të aksidentojë. Për banorët një gjë e tillë është mjaft e vështirë, por shprehen se nuk kanë zgjidhje tjetër. Ata luten që shteti të marrë masa në mënyrë që të jepet fund aksidenteve fatale. Shumë e rrezikshme është, aksidente bën për ditë. Për ditë i çojnë se kanë shtëpi, kanë poshtë. Shkolla është këtu. Prindrit nuk i lënë dot vetë, është rrugë e vështirë. Për ditë kalojmë me fëmijët, me kujdes, me frikë. Duhet të kishte një mbikalim, nënkalim, sepse fëmijët nuk dinë të mbrohen. Shtetit i lutemi të marrë masat se për fëmijët njerë. Në një situatë të ngjashme janë edhe kryqëzimet e tjera rrugore, të cilat janë konsideruar si njolla të zeza, edhe për shkak të qarkullimit të fermerëve me mjete bujqësore, por edhe kalimtarëve që janë të detyruar të kalojnë rrugën për të marrë shërbime të ndryshme. Nga ana tjetër, mos respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor nga drejtuesit e mjeteve shton edhe më shumë mundësinë për aksidente.